Ndërsa ditët po përmbushen me nurin e Kur'anit, po vaditen plot me begati të tingujve kuranor dhe gërmave kuranore, të cilat i kemi nda edhe me publikun në sheshe, dikastere të ndryshme, lokale, e tjerë. Zgjodhem njërin prej këtyre ditëve të turneut begator të Kuranit famlartë që ta begatoj shpirtin dhe zemrën me një vizitë për hir të Allahut në Mitrovicë. Dihet hadithi përgëzues për personin që shkon dhe takon dikën për hir të Allahut. Dihen hadithi hadith tjetër për grupet që kanë me qenë në hijen e Ashit. Njëri prej grupeve, dy persona që janë ndash për hir të Allahut, janë taku për hir të Allahut dhe janë nda për hir të Allahut, dhe zgjodhen pra Mitrovicën, tokën e imanit, tokën e Kur'anit, tokën e sakrificës mbi njerëzore për të ruajtur dinin, imanin dhe vatanin. E me që është fjala tek mbrojtja e vatanit dhe e imanit, e dinit dhe imanit, përzgjodhem një bilbil, një eulia të Allahut në vepër. Përzgjodhem pra xhamin ku ligjeron hoxha i mrekullueshëm, hoxha i shpirtit tim, Mulla Fatmir Latifi. E them me përgjegjësi të plot, ishte një kiramet në vete, vet vizita, ishte kiramet në vete, mikpritje në odë, ku nuk na zuni zyra e atij hoxhe të ndritshëm, se ishim shumë veta nga gjitha trojet shqiptare, na mori tek oda lart, oda e pritjes, oda e mysafirëve, ku janë bën vite që nuk e kam shiju ambëlsinë e imanit sikur dje në Shqipoll të Mitrovicës. E lusë Allahun fuqiplotët ja shpërblejnë hoxhës Fatmir Latifi me Xhenetul Firdaus, dhe para se të shkojnë në xhenet, t'i japin begati, mirësi, t'ja ngritin namin e hajrit në lindje dhe në perëndim, dhe t'ja shuaj brengat e zemrës pa marrë në ahiret, për një mikpritje për tej imagjinares. Muj me thanë, lusë Allahun t'ja shtoj nurin dhe hikmetin edhe ma shumë. Na ka qeras me një fli ku çdo njani prej nesh jena ngop dhe po thot, e tha një fjalë, shpresoj ta ketë frymzu Allahu me atë fjalë. Gjitha jemi ngop me flin që ishte. Allahu deri dhe bereqet në atë ushqim. E lusë Allahun në natën e mëndë emrat e tij të bukur, që t'i ashtoj mirësit e begatit pafundësisht, ta ruaj nga çdo të keqe hoxhën Fatmir Latifi dhe ta bëjnë sebeb për miliarda njerëz që të udhëzohen në Islam. Allahumma amin. Dhe qershia mbitor ishte takimi im me vllahun tim Ferki Shala, ilahisin e mrekullueshëm, yllin e rock'n'rollit. Nuk kam frikë se e tham ylli i rock'n'rollit, sepse ai është dhe mbetet një perl në rock'n'roll, po edhe një mjeshe i ilahive. Ishte një takim, me thënë drejtën, ai kishte prit që unë ta informoj me shkuarjen time, po unë desha që të mos e mundoj shumë. Megjithatë, e lusë Allahun që t'i japin shëndet vllahu tim Ferki Shala dhe begati pafundësisht, dhe lusë Allahun të takoj prap në dunja edhe në ahiret. Allahumma amin.
dhe lutuni vëllezër e motra muslimanë besimtar për tokën e Mitrovisës që ta ngrijë Allahu si popull lart me dije, me ushtri e me shumë çka i ban superior sipër çdo populli tjetër. Allahumma amin.